operacioni që ka ekzistu, pro, s'kemi pas mundësi kur asnjëherë me ditë grupi për grupin diçka. Bacacan, a ka mundësi se Agimuti është gazetor për do më të aboni pyti, po Ornagin? Po, letornon. Përshëndetje, zotëri Hasan. Ish bashkëm lutem, nuk dëgjëm. Përshëndetje nderuar shumë. Faleminderit. Deshta me ta bëni pyetje. Po ma shumë, Gjem. Orno. Jo, se po më dëgjon. Po. Në vitin 2024, rreth mes dhjetorit dikun, jemi taku në Hep në Mazget, mos gaboj bashkë. Jo, deshta më ndërlidh, s'ka problem, deshta më ndërlidh të çështja e Najt Hasanit që po thu na ka dekonspiru Najiti, kështu. Më kujtohet kur ke thonë, unë Najitin nuk e lam ma shoh kërkush, për shoh e shoj vetë, po kërkush nuk e lej. Është vërtet, e shoj vetë. Po. Qashtu është. Ku të ka thonë shtë, më falë një shpak? Të hibin Mazget. A ka mundësi me bërti pak ma shumë, të lutem. Po më dëgjon. Po e dash për dëgjëm. Faleminderit, shumë faleminderit, me gjithë se s'po më kujtohet për besë, por unë e kam këto zakon. Nëse unë kam diçka personale me një shok temin, unë veti i krya ato sene, e jo dikush tjetër. Pra, këtu në Smeje dhe Najitit është boni një ndërhyrje e paskropull, do më thonë një ndërhyrje që... Po, Bacacan, në stapysh, që ka keme pyta, Zotë Zaneli. Po. Kur në? E ngova emisionin nga kjo studio që keni japë intervistën. Mes tjerash keni thënë që ju me radiolidhe e keni komuniku Zahir Pajazitit, tani ma dëshmorin herojnë e kombit shqiptar, i keni thënë që mos kalënin e për, si i thëmë në për asfalt, autostrat, po kalënin e për ara, kështu? Ja, i kam thonë, mushe automjetin gas edhe kalën në ara. Që aty është rafsh, teren e rafsh. Po, apo i bije kja që sikur nuk ke qenë person i besueshëm ti për Zahirin. Se s'ka ngu Zahiri, se nuk t'ka ngu ty që i ke thonë, birja ora mësë të birë autostradës. Apo, si me thonë, ati lokacioni që ti ke preferu, nuk t'ka ngu ty. Me fjallë tjera ka kalu në për rrugë regionale Prishtinë Mitrovic. Ja, ai ka dasht me hinë dy lëftim edhe ka hynë dy lëftim. Nuk e ka ndëgju këshillën. Vesh një këshill ka qenë. Po, tjetra që më boni për shtypje, do letra që i ke prezentu këtë në emision. Mas pari, do me ditë, atë ti ka dhonë personi me emrin Reshat Millaku. Po. A ditë kush është Reshat Millaku? Dhe kush ka qenë Reshat Millaku? Reshat Millaku ka qenë avokati Hasan Zenilit. Po, ma parë se me qenë avokati Hasan Zenilit, a di ku ka punu Reshat Millaku? Unë nuk paragjykoj ku punoj njerëzit. Jo, po është pyetje konkrete me fakt argumente. Për djenin tonë, nëse ti nuk e ke ditë, po ta shpjegoj. Reshat Millaku ka qenë ish prokuror i regjimit të Slobodan Miloševićit, zotëri. Unë nuk e di. Dhe përveç tjerash, ato fletë që ti prezenton, që i ke prezentu në këtë studio, janë të formës mënyrë kompjuterike të shtypura, gjë që në vitin 1997 ne e dim si ka funksionu gjyqësori apo prokuroria në këtë rast, kanë shtyp me makinat shtypit, shkrimit, e ki parasysh. Po, qashtu janë shtypura me makinë shkrimit. Dyshimet janë këtu, te unë do më thonë si gazetar. Apo mdojnë pak, veç pak të lidhen. Po? Dëshime kur të thehet kere, a keni një fjallë që gjinë në rrugë bëdë? Jo, tani do të dalë. Zotri Zaneli, mu më ka rastisht rastit tje me një nga kafeteritë e kryqëtetet këtë rast Prishtinës, dhe jo keni qenë me një person, unë s'kum desh mja për me anemni, po... Enali. Apo më falë. Unë s'kum desh mja për me anemni, po tija ke për me anemni nga kjo studio. Fjallë është për Jakub Ismailin. Po. Dhe unë kam qenë me një tavolinë ofertej dhe Jakupit. Besëm, kër e ke përmen të jatë natë këtu në emision, mu më ka thonë shumë ajo që ti e ke përmen Jakupin. A ditë ti që ke thonë, i ke thonë tavolinë Jakupit, une
Najt Hasanit, kam ja bo në kështu, se s'po du më shprejtar se jena në emision, a i ka bo porën e si kam as 200 euro në bankomat. Ja, si kom thonë në ashtu eq. Po, është shumë e vërtet kjo, se nuk po gjenje edhe ke thonë, falinderum e ke thonë që Dibram Fylli është pa shtëpi, është duke jetu me qira. Unë në nënë kam ja bo kështu, që kuj kam fakte, kuj kam argumente, i ke thonë Jakub Ismalit se unë kam shumë respekt për Jakubin. Çka po do me thonë ti me këto? Po do me po shantazhus? Po i bjen që ka shantazhu. Po sa po do me thonë që i shantazhus? Po që ka shantazhu? Po ke menu me shantazhu. Qashtu po thotë? Që s'pot një, ti gazetor. Inderum, unë flasësh me fakte me argumente. Po do me mbua, po jam qelit e telefonin krejt. Po, vish të lutë të të gjë. Po. Kjo nuk është hera e parë që Hasan Zeneli në itin e shtyn me këto letra. Une nuk i bëj këto për ato sene që po mendon ti edhe që po pretendon ti. Hasan Zeneli, ti je antari shtorit përzëshëm. Hasan Zeneli, ju jeni antari shtorit përzëshëm, lutëm. Që në vitin 2002 nuk ka gazet, nuk ka që ato që ka mujt, që nuk kemi kërku logari, jo logari, po kemi kërku që të sharohet rrëth ti problem. Mirë, vetë pak du me të bëllë një pyetje që to. A janë të besueshme që ato letra që ti ki, ku thëtë për naiti kështu? A janë të besueshme që ato dokumentat, kështu të thoi, za po thamë që ti ki, a janë të besueshme që ka për në me diçka të Najt Hasani, në që ato letra? Une po thëmë po, e ti për me vërtetue, falim tash. Mundesh me taku, a është e vërtet, nëse ka diçka të vërtet, po, urna. Apo më pret në studio. Qysh apo pret në studio? Po, urna, unë për mu s'është problem. Apo më pret se po vej me letra ndorë. Po, me ato letra si ku shka, se ato letra nuk janë besueshme i ndërum. Nuk janë besueshme ato letra. Pa, për pret studio po vibur. Për mu s'është problem. Unë nuk kam përgjo kunder shehollit që unë me dasht ja kësha ndërprej djallit tem shoqërin Albanit me djallin e Fatmirit Alorin, që janë shok shumë të mirë. E vërtet. Unë nuk kam përgjo kunder tina djalli ka kaluaj e koha e ka hangër kashtën, sot është krejt diçka tjetër ndryshe, unë e po shpresoj që edhe Zotin Sheholli ka mjaft respekt nga shoqëria tani. Vishpa, ku? A pe pret studio se pëllot për studio? Por mu nuk është problem. Bazacan, nëse daj urdhaj në studio, se pëllot unë e pret studio. Së është problem, brata.